Pi 365 ditëve që ekzistojnë brenda një vitit, dita që mas shumë ti Allah i liron rob i zjarmi xhenemit është dita Arafatit. Do të thonë, nata më e fuqishme cila është, nata më e begatshme cila është, nata e Kadrit apo. Ndërsa e kundërta e natës, dita cila është më e fuqishme është dita Arafatit. Do të thonë, dita mas shumë ti që Allah njerëzit pinë xhenem, shtin xhenet është dita Arafatit. Do të thonë, këtë vend të bohen çdo vit minimum 2 milion deri në 3, 4, maksimalisht 5 milion. Para mendo, 10 kilometra vend, hapësirë kjo është 5 milion njerëz me një vend me një ditë. Do të thonë diçka shumë e madhe. Këtu në ditën e Arafatit, kur është me 9 Dhulhixhe, ditën që bëhet dita e Arafatit, nuk ka një plan vend që s'ka njerëz. Sidomos që kjo kodra është e moshë me njerëz full. Që kjo kodra e ka emrin kodra e rahmetit, Jebelur Rahme. A e dini që pejgamberi Allahit, alayhi salatu wasalam, me kam të vetë as ka shkel në Arafat? A e dini? Pejgamberi Allahit ka hi në Arafat duke qenë përmi deve. Edhe ka hecë. Ka hi devja deri sa është ndalë, ka bo lutje edhe ka mbajt hutbën e lamtumirës. Edhe pastaj njëjtë me deve ka dalë. A e dini cili është pojent edhe qëllimi? Që kur t'him këtu brenda, në Arafat, mos t'vin njerëzit thojnë se që tu ka shkel pejgamberi edhe ta madhrojnë tokën, po ta madhrojnë Allahin. Do të thonë që tu është ajo pjesa e njëshmërisë Allahit. Në Arafat ne s'vina për tokën, ne vina veç për Allahin. A e kuptoni? Allah se ka lanë me shkel tokë, po dhe për kuptimeve tjera, pse ka qenë përmi deve pejgamberi alayhi salatu wasalam, është për kuptimeve të mira që ka qenë përmi deve edhe i ka thonë njerëz më mirë. Do të thonë, këto janë prej dy kuptimeve pse pejgamberi Allahit nuk ka shkel me kam të veta në Arafat.